الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e madhëruar falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala në rrugë të drejtë s'ka kush e devion. Dhe kënd Allahu i lartësuar e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute s'ka kush e uzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, sot me lejen e Allahut të lartësuar kena me trajtu një temë e cila është shumë e këndshme për besimtarët. Është kulmi i temave. E kjo temë të cilën e ka radhitur Imam Tahaviu në metnin e tij rahimahullah, thotë: shikimi i Allahut nga banorët e xhenetit është hak, pra është diçka e vërtetë. Shikim i të cilit nuk është përfshirës dhe nuk i përcaktojmë dot formë specifike të këtij shikimi. Dhe gjitha këtu i gjen të shprehura në librin e Allahut të lartësuar, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an: wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Atë ditë thot Allahu që do të ketë fytyra të zbukuruara, të jehshuara, të mbriquara, që është ndrisin dhe që Zotin e tyre e shikojnë. Komenti i këtij ajeti është sipas asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dëshiruar dhe ka ditur shumë mirë. Çdo gjë është e transmetuar në hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salam në lidhje me këtë, ashtu siç ka thënë, edhe kuptimi i tyre është ashtu siç i kanë interpretuar ato me atë qëllim. Andaj nuk i fusi mendje tona duke interpretuar ato dhe as duke fantazuar rreth tyre, sipas tekeve tona. Nuk ka shpëtuar në fenë e tij përveç se ai që ja dorëzon çështjen Allahut dhe të dërguarit të tij alayhi salam. Çështjet e panjohura apo të paqarta për një person ja lën njohësit të tyre. Po, një person nëse ka diçka të paqartë ja lën njohësit të tyre s'ka ka pasur për qëllim. E njohësi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Kena më mundu me e përkufizu se çka ka dosht me thonë Imam Tahaviu. Thamë që kjo temë është me të vërtetë ndër temat më të këndshme. Është shumë e dashur dhe tërheqëse. Pra është ndër temat më të mira të dinit islam dhe është vizion apo synim i çdo besimtari. Është diçka që kanë bërë gora të gjithë besimtarët qysh në fillimet, pra qysh nga sahabët, tabiinët, tabiinët e kështu me radhë, të gjitha gjeneratat kanë bërë gora për me arritur në fund këtë kënaqësi. Dhe kjo temë pra është shikuarit Allahut të lartë madhëruar në xhennet. Pra është në kënaqësi mbi të gjitha kënaqësitë të cilat mund t'i përjetoj njeriu në xhennet. Andaj edhe kur ta arri ta shoh Allahun e lartësuar besimtarit, të gjitha kënaqësitë tjera kanë ju dukur gjoheq. Nga se kulmi i kënaqësive është kjo. Gjithashtu nuk kanë mos pajtime besimtarët, muslimanët në këtë çështje, çështjen e të shikuarit të Allahut të lartësuar në xhennet. Mirë po, ka shumë prej fraksioneve të devijuara të cilat e mohojnë këta. Ibn Huzejme, Allahu e mëshiroft, ka thënë: muslimanët thot nuk kanë kundërshtrime mes tyre, se të gjithë muslimanët do ta shohin krijuesin e tyre në botën tjetër. Dhe se kush e mohon këtë, nuk konsiderohet musliman tek muslimanët. Gjithashtu El-Maqdisi, Allahu mëshiroft, ka thënë: të gjithë ata që janë në rrugën e drejtë, të gjithë ata që kanë tauhid të shëndosh, kanë rënë në hujdi se Allahu Teala shihet në botën tjetër. Këtë e vërteton thot Kurani, Suneti dhe gjitha gjeneratat e të fillu prej sahabëve e me radhë. Neveviu rahimahullah ka thënë: i gjithë ehlu suneti janë të pajtimit dhe të mendimit me konsenzus se do ta shohin Allahun e lartësuar në botën tjetër.
Edhe ai tregon që argumentet për këto janë shumë qarta dhe janë të shumta nga Kur'ani dhe Suneti. Andaj, përveç kësaj na kanë konsenzus të gjithë sahabët dhe imamët e mëdhenj e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala na ka tregu mjaft mirë dhe qartë në ajetin që cekum, ku Allahu subhanahu wa taala na u drejtohet wujuhu yawma idhin nadira. Atë ditë ka me pas fytyra të shkëlqyra, të gëzuara, ila rabbiha nadira, që Zotin e tyre nadira kanë me pa. Fytyrat e shkëlqyra janë padyshim fytyrat e besimtarëve, nga se besimtarët kanë me pa Allahu subhanahu wa taala në xhennet. Pa besimtarët nuk kanë me pa Allahun e lartësuar. Kur ata që desin me mohem, me shirk, ata nuk e shohin Allahun e lartësuar. Kënaqësia më e madhe në xhennet është shikuarit e Allahut. E dënimi më i madh në xhehenem, pas këtij dënimeve, është që aty në kurrë nuk kanë ju mundësu me pa Allahun subhanahu wa taala, nga se kanë mohu duke i pasur të gjitha argumentet dhe duke ja kthyer të gjitha argumenteve shpinën. Gjithashtu Allah na ka thonë shumë ajete. Për shembull, në një ajet tjetër thotë, ata do të kenë çka të dëshirojnë, e madje te na ka edhe më shumë. Imam Taberiu thotë se Enes radiallahu anhu ka thënë se fjala te na ka edhe më shumë e ka për qëllim të shikuarit në fytyrën e Allahut azza wa jall. Gjithashtu edhe ajeti tjetër në surën Yunus thotë, atyne të cilët bëjnë vepra të mira u takon e mira pro xhenneti, po edhe më tepër. Këtë ajet pejgamberi alayhi salam transmetohet nga Suhejbi radiallahu anhu se këtë ajet pejgamberi sa me ka komentu dhe ka thënë, kur të hynë xhenetlit në xhennet, thërret një zë, o ju banor të xhennetit, ju keni një premtim nga Allahu, i cili do ta çojë në vend atë. Ata thonë, pse a nuk na i ka zbordhur fytyrat tona? A nuk na ka futur në xhennet e na ka shpëtuar nga zjarri i xhehenemit? Atëherë Allahu subhanahu wa taala e heq perden dhe xhenetlit e shikojnë atë lartmadhërinë e tij. E wallahi, thot pejgamberi alayhi salam, nuk ka diçka që u ka dhënë Allahu më të dashur se sa të shikuarit e Allahut të lartësuar. Pra, kulmi i kënaqësive në xhenet që nga të shikuarit e Allahut subhanahu wa taala. Këtë ajet e kanë komentu edhe sahabët, duke u bazuar edhe në ajetin edhe në fjalët e pejgamberit alayhi salam, si sahabët si Ebu Bekr as-Siddiq radiallahu anhu, Hudhaifa, Ebu Musa al-Ash'ari, Ubej ibn Ka'b e shumë të tjerë radiallahu anhuma jami'an. Gjithashtu këto hadithe e arrin edhe shkollën e mutawatir. Mutawatir është transmetim në grup pas grupi, e të cilit është argumenti qartë dhe mohimi i tij është kufër. Pra, mohimi i një argumenti mutawatir, të cilit kanë rënë konsenzus të gjithë sahabët, edhe transmetues të tyre janë të saktë mbas tyre, është kufër. Gjithashtu Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton, thot, disa njerëz thanë, o i dërguari i Allahut, a do ta shohim ne Zotin tonë në ditën e Kiametit? Pejgamberi alayhi salam tha, a keni vështirë ta shihni hënën kur ajo është 15 vjeçë, pra kur është e plot? I thanë jo. Atëherë tha, ja, ashtu do ta shihni Allahun pas një vështirësi. Këto, vëllezër të nderuar, do të më bëjnë një shkëlqitje dhe një shpjegim. Nga se gjashmëria të shikurit të Allahut azza wa jall dhe të shikuarit e hënës apo diellit nuk është për qëllim që në një mënyrë kena me po. Mirë, po për qëllim është se nuk do ta keni të vështirë ta shihni. Për shembull, nëse dojna me po hënën, nuk kena nevojë kurkush me hyj përmi një tjetrën për me po do ta shohim shumë qartë.
edhe Allahun do ta shojnë të gjithë nga vetbanimet e tyre pa pasur nevojë të shkojnë në ndonjë vend të caktuar apo të hipin mbi ndonjë objekt. Dhe jo që ka ngjashmëri shikimi në fytyrën e Allahut me shikimin e hënës apo diellit. Nga se s'ka ngjashmëri fare. Andaj vëllezër të nderuar, kjo është një përkufizim për shikimin e Allahut subhanahu wa taala. Shtrohet pyetja vëllezër të nderuar, në xhennet po më shumë po Allahun e lartësuar. Mirë, po në këtë dynjë a ka mundësi ta shoh Allahun e lartësuar njeriu? Sa i përket shikuarit të Allahut të lartësuar në dynjë, të gjithë dietarët kanë rënë në konsenzus se askush nuk mund ta sheh me sy Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po kanë pas disa diskutime rreth çështjes kur pejgamberi sa më ka ngrit Allahu i lartësuar mbi shtatçi, se a ka po Allahun e lartësuar apo jo. Dhe shumica e dietarëve kanë mohu kategorisht këtë gjë, duke u argumentuar me fjalën e nënës besimtarëve Aishës radhiyallahu anha, e cila e ka mohu me ashpërsi, ku ka thënë kush pretendon se Muhamedi alayhi salam e ka parë Allahun, thot ai ka rrejt. Andaj nuk është duke u bazuar në këtë fjalë të Aishës radhiyallahu anha, e të cilat e transmeton Buhariu, e mohojna dhe tregojna që as pejgamberi alayhis salam nuk e ka po Allahun e lartësuar. Gjithashtu është edhe një hadith tjetër, Ebu Dhari radhiyallahu anhu ka thënë, e kam pyetur pejgamberin alayhis salam se a ke por Allahun. Ka thënë, e si ta shoh kur ai është krejt nur, krejt dritë. Edhe në një transmetim tjetër thot kam por nur, dritë. Allahu e prahet dhe më së miri. Por këtu për qëllim është perdja Allahut të lartësuar, që është dritë. E fjala si ta shoh atë kur ai është krejt nur, dritën e ka për qëllim pra perdën e Allahut të cilën e ka vendosur që mos ta shohin krijesat e tij. Nga se sikurse edhe hadithi ku transmetohet nga muslimi Allah më shëroft, ku pejgamberi sa më thot perdja e tij është nur, e sikur ta kishte hequr atë perde, do ta kishte djegur çdo gjë fytyra e tij sa të arrin shikuarit e tij prej krijesave të tij. Pra nëse kishte Allah subhanahu wa taala perdën, kish me i djeg nuri, drita e tij të gjitha. Allahu na i mundsoft me po fytyrën e tij pasi të futemi në xhennet. Dhe për këtë nuk kemi dyshim, ku edhe Imam Tahaviu e ka vërtetuar shikuarit e Allahut azza wa jall në xhennet nga banorët e xhenetit. Dhe kthehet tek ata të cilët e mohojnë apo i japin konotacion ndryshe, ku thot nuk fusim mendjet tona duke interpretuar ato, as duke fantazuar rreth tyre sipas tekeve tona. Ka për qëllim që ehli suneti nuk ndryshojnë fjalët e Allahut të lartësuar dhe as pejgamberit alayhis salam për tekat apo për mendimet të cilat mund t'i kenë ata. Sepse nëse na kanë ardhur argumentet e qarta, atëherë na ju përmbojmë atyre dhe nuk devijojmë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na ka treguar se juve ju është dhënë shumë pak dije. Por na ka treguar që neve nuk na ka dhënë shumë dije. Andaj nëse na mundohemi shumë sene me i përkufizu, me mendjen tonë nuk kena me arrit. Por shumë gjëra janë të fshehta. Allah subhanahu wa taala na ka treguar që ata të cilët e besojnë të fshehtën, pra ghaibin, është njëra prej shtyllave të besimit. Te nuk e sheh ditën e gjykimit, nuk e kitë qartë, mirë pa e kitë qartë pe shpalljes. Dhalikel kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ky është libër i cili nuk ka dyshim, i cili është udhëzues për të devotshëm. Pra, krejt çka ka në libër në Kur'an të je i bindur për të. E aty flas për ditën e gjykimit, për fshehta, e për xhennet, e për xhehenem, e për gjitha. E ti i beson atyne. Imam Shafiu rahimahullah e ka një thënie shumë mirë. Thotë kam besuar në Allahun dhe atë që ka ardhur nga Allahu, ashtu si që ka pasur qëllim Allahu.
Po ashtu thot kam besuar pejgamberin Allahut alayhi salam dhe atë që ka ardhur nga pejgamberi Allahut, ashtu siç e ka pasur për qëllim i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam. Por kjo është akidja e shëndosh vëllezër të nderuar. Besimi i shëndosh i një besimtari. Sikur secili njeri të vinte në mendjen e tij kjo fe do të kishte devijuar. Mirë, po kjo fe është ndërtuar mbi argumente të qarta dhe të shëndosha. Andaj, jo çdo send që mund të na vijë me argument mund t'i kuptoj dhe t'i perceptoj mendja njeriu. Jo çdo gjë që mund ta di, jo çdo gjë mund ta di aja. Jo çdo urtësi mund ta kuptoj. Shumë gjëra mbeten pa kuptuar vëllezër të nderuar. Shumë prej tyre i kupton vetëm kur të kaloj në botën tjetër. Allah subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an, na ka thënë e juve ju është dhënë fort pak dije. Andaj ku mbetet ky ajet nëse njeriu me mendjen e tij mundohet çdo gjë ta kuptoj. Bile të dalë edhe mbi argumentet, që është shumë e rrezikshme. Dhe vëllezër të nderuar, besimi në Allahun, në të shikuarit e Allahut është hak dhe në dynjë nuk kemi mundësi ta shohim. Mirë, po Allahu subhanahu wa taala na ka premtuar që do ta na mundsoj ta shohim në xhenet. Allahu na mundsof në to, në të vdeksim besimtar. Në arrit nësi më të madhe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.